Po nuk e merr dot tani. Se edhe 4 vota I duhen aty, edhe I çon të gjithë për në Amerikë. E kuptoj çfarë bëri Spaku. Pra, unë mendoj sot më të tmerruar në aspektin juridik dhe politik janë 20 prokurorët e Spakut dhe gjyqtarët që janë noterët e Spakut. Më të goditur nga kjo gjë janë ata, jo arrestimet që ka bërë Spaku. Kur të shikosh ti lavatricën që të kam thënë unë një herë ty, që do të bëhet ajo lavatricë që të kam thënë. Por dalë lavatricë, po me Berishën çfarë ndodh? Sepse mori edhe një job për to zvarritjet e gjyqeve më the tash. Çfarë do ndodh? Kush do jetë vendi? Gjëba janë kot kështu sa për me sa janë ama. Nuk kanë lidhje ato gjëba, ato gjëba janë kot janë procedurale. Tani më kuptove çfarë po them. Këtu është e gjithë situata. Të gjithë kontekst, këtu është. Nuk ka më frikë populli, se populli tregoi që edhe në frikë të jem, unë kaq do t'i jap PS-s, ka do t'i jap PD-s, partive të reja do t'i fus në parlament ashtu si I futa. Por ajo që mua më shqetëson tani është pse Lapa I ka një mandat, pse ky Shea I ka një mandat, 2 mandate, pse Qori pati një mandat, që janë figura të reja pothuajse me subjekte të reja. Lapa I pretendonte grup parlamentar. Ajo edhe 71 mendonte, po lere tani është histori tjetër kjo. Por ajo që unë dua të komentoj për Lapajn edhe të tjerë, është kur të dalë rezultati përfundimtar, të bëjmë një analizë bashkë për votat parapërqyese që kanë këta si individ në listën e hapur, që të shikosh dështimin. Nuk ka rëndësi që kanë marrë 51 vota në total. Në rastin e përfaqësimit dhe në rastin e ekspozimit tyre mediatik që mediat ato duhet I bëjnë lamis deri ndark falënderimit medjave, se po t'ishte pushtetin aktual, as bëhet fjalë, ata do të ishin dukur kurrë me mandate. Shea, Lapaj, Qori duhet të falenderojnë ato media që I kanë promovuar. Se të ishte mënyra të tjera, nuk besoj se do të kishin mundësi të merrshin ai mandat. Edhe atë me zore morën. Pastaj frymëzimi që nuk morën pjesë në zgjedhje. Kush e ka fajin? Partitë e reja e kanë, se kur ti zgjedhjet I ke në 42% pjesëmarrje dhe nuk e rrit mbi 51%, nuk të ka faj Partia Demokratike. Ti nuk binde qytetarët gri të dalin. Pra, qytetarët gri janë akoma në bollën e çudirave. Kur ti vija jo fatura, se o çuna që do bëjmë tani se duhet pagojmë gjithë këto lekë. Po çfarë të them unë vëlla? Çfarë të them unë pastaj? Avokat, opozita nga duhet t'ja nis tani. Nga t'ja nis. Jo opozita, ne mos e ngatro, prit një sekond. Sot flasim për rezultatin e zgjedhjeve. Pjesa tjetër ka filluar fushatën për zgjedhjet e ardhshme. Po më mirë, edhe unë tani e fillova me ty duke shpall veten kandidat të pavarur. Dëgjoj tani mua. Duhet ta mendojmë këtë një herë, me sinqeritet ta them. Shiko tani. Do bëjmë këtë gjë. Të komentojmë ashtu siç duhet tani. Me datën 9 shtator mos gaboj, betohet qeveria e re, parlamenti I ri, dhe atëherë do flasim për opozitën e re. Sot jemi në kushtet e një opozite të vjetër, që akoma nuk ka dalë e reja. Sot do prisni në fjalimin tuaj dhe mesazhin e Zotit Rama kë një opozit. A është një 50 deputete Berisha, ai është opozita. Jo, një sekond. Kë një opozit Zoti Rama. Lapajn që s'do jetë në parlament. Shej, që nuk do jetë. Ka deklaruar që po mora një mandat dhe ja lër Shabanit. Po me hajde Shabani, vendosim Shabanin aty. Okej, aty u vra me karrike tani.
Sheja i 2, Tom Doshi, faktor. 3 mandate. I garantoj me luft policie, luft partie, ai garantoj 3 mandate, mbaroi puna. Po t'ishe 70, 71, 72, 69 do ishte, po tani... Është faktor kushtetues tani e tutje. Faktor kushtetues. Akoma më rënd, domethënë. Po merë, pra, vlera është më shtuar. Po. A e kupton? Pra është faktor kushtetues, se ka 3 mandate. 2 mandate shejaj, i cili normalisht duhet të marrë rol protagonist, se me të parën futet merr mandat, Lapaj me të parën futet merr mandat, Qori me të parën futet merr mandat. Pra, duke që në këtë kushte, duhet të dish që Rama sot në darkë duhet të shpallë opozitën. Pra sonde shpallë opozitën e re? Po normale. Pse duhet ta shpallë opozitën e re? Sepse ai tani don të përçajë opozitën brenda vetes tyre që të kenë një përçarje më të madhe se sa në 2021-shin. E përçau Partinë Demokratike, me skenari që përçahet përsëri Partia Demokratike nuk ka më nga ana ligjore asgjë, sepse do vi mas një kohë kryetari i ri, do bëhen ndryshime strukturore, Saliu mund të rri kryetar në deri, nuk e di çfarë do të zgjedhin ata, do bëjnë një marifet të brendshëm. PD-ja është garantuar me 50 deputet. Tani Ramësi don që të bindi popullin që tani ka një opozitë të re, e cila do edhe 10 vite akoma të ngjallet opozitë e re, që të vi të marrë pushtetin, pra do pjekuri. E u do të qaloj do luaj Partia Socialiste tani. Dhe prandaj Rama po punon tani, nga sot, do shikosh Rama çfarë do thot për opozitën. Avokat, kjo e sistemi gjys presidencial, to ndryshime si këto komente, si ke parë, mundet apo? Kur të prezantova unë atë, si ka emrin, reformën reale atëre, të thash në një karton po e ke parë, nuk e më men atëre. Po, sigurisht që po. Po tani vetëm më duket se nuk e di a e kam apo se kam, por gjithsesi duhet ta kem diku. Po. E më duket, e? Po. Sa mandate ka më Rama sot? Edhe një duhet. Çfarë kam thonë? Normalisht logjika e shifrave të çonte që të 78-a, por shkoj më shumë. Por kjo është edhe me aprovim edhe në heshtje. Pavarësisht se ka 73, 83. Nuk e 83. Pra, unë i nxorra, po asnjë se kuptoj, po gjithsesi